Sokol, kush po i fryn këtij zjarrit për një konflikt Turqi-Izrael, ose më saktë kush e do? Pse shkojnë dhe prapë aty rrotullohen? Po, sepse Turqia është një ndër forcat kryesore, por unë nuk shoh se do të kenë, domethënë, një luftë, do të parë më shumë edhe politikat e Tel Avivit, të cilat nuk janë thjesht e Benjamin Netanyahu, por janë prej dekadash më radh që kur është themelua Izraeli, e cila ato flasin që referohen, domethënë për kuptimin e tyre i referohen Biblës, e cila sipas tyre pra zotëria ka dhënë tapite një tokë atje që normalisht për motë janë rralla, por gjithsesi burimin teopolitik drejton gishtin për në vendet e tjera, sepse duke pa politikat e Izraelit dhe sidomos të Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij, ka të njëjtat fjalime që në 97-ën, 98-ën pra Benjamin Netanyahu, por kemi gati 30 vite që domethënë i fryn e njëjta retorik dhe normalisht tashmë atje nuk i kanë ngelur vend tjetër që ku të do hapi luftë, të gjithë vendin e ka shkatëruar, domethënë të gjithë komshitë e ka shkatëruar. Tashmë edhe shtetet e Gadishullit e përballë Iranit, pra Gjirit Persik, por ashtu edhe Arabinë Saudite, tashmë edhe ata po të thuash hike parajsa që kishin krijuar ata për ditën e katërt e fundit, edhe ato ikin, kështu që të gjitha çojnë ujë për në Izrael, pra është mirë dhe normalisht Izraeli ka politikën e vetë, por edhe vetë që Thuria, domethënë themelimi i Izraelit është i vendosur mbi sionizmin, i cili kërkojnë vetëm luftë, pra vetëm shkatërim me gjëra, tash sa ngel vend tjetër pak për të shkatëruar dhe automatikisht tregojnë gishtin, por këto më duket që janë totalisht për konsum të mbrëmshëm, qoftë për Izraelin dhe politikanët e tyre, po ashtu edhe kjo përdoret nga Turqia, domethënë sepse nëse shohim median turke qeveritare thonë se kur mos të ishte presidenti Erdogan që 24 vite në qeveri i vetëm, edhe të kishin fatin e Sirisë, fatin e Libisë, fatin e Irakut apo fatin e sotshëm të asaj, por nuk duhet të harruar Dilber që Turqia është në NATO dhe është aleancë më të madhe gjatë gjithë historisë së njerëzimit, plus është edhe ushtria e dytë më e fortë asaj, e cila dihet domethënë që NATO ka nenin e 4, nenin e 5 dhe nëse bëhet një gjë tjetër, atëherë neni 4, neni 5 ku do shkojë? Para. E dyta është që Turqia nuk është vetëm thjesht një forcë, për shembull si Greqia apo si vende tjera që merr armë, pra ble armë nga dikun, por asnjë vend në botë nuk besoj që mund ta dinë 100% se çfarë armësh prodhon Turqia dhe çfarë force ka Turqia, sepse Turqia po të thuash në nënbrellën e NATO-s dhe në nënbrellën e Kombeve të Bashkuara në shumë vende të botës në konfliktet më të përzira ka çuar domethënë ushtarët e saj dhe ka arritur me sukses ku ne shqiptarët dimë shumë mirë për shembull në Kosovë, pra kemi de facto në Kosovë forcën ushtarake të Turqisë. Kështu që Izraeli domethënë një gjë të tillë përdor për konsum të mbrëmshëm, edhe Turqia përdor këtë Izraeli për na bine, por kjo më duket se është një gjë e pamundur të paktën sa të kemi NATO, dhe NATO është gjëja kryesore ku Turqia kjo është shtëria më e forta e dyta në këtë aleancë. E njëjta situatë besoj është edhe me Greqinë, pasi Hakan Fidan pak ditë më parë tha që është kërcënim aleanca Izrael-Greqi-Çipro, ndërkohë që ishim edhe Macronin në Athinë, edhe tha qofse Greqia do hyjë në luftë, ne jemi këtu. Një fregat moderne atje, sigurisht që ata nuk besojnë që e kishin gjithë të kërcënim për vendet e Ballkanit. Mesazhi ishte i qartë për kë shkonte. Po, mesazhi është i qartë për Turqi, por duhet të thënë nuk duhet të harruar që Greqia është shumë e vogël dhe forcat, kapacitetet turqe që të vinë në ndihmë Greqisë për shembull për një luftë e mundshme, ku të dyja janë anëtarë të NATO-s, dhe duhet ta harrojë. Dhe kjo është e pamundur, por po aleanca në fakt e Greqisë me Çiprën jugore, sepse dihet që Çipra është ndarë në dy pjesë, një pjesë turke dhe një pjesë greke, e cila pjesën turke pra nuk e njeh as një shtet vetëm Turqia, por pjesa greke është në Kombet e Bashkuara, është anëtare e Bashkimit Evropian dhe ajo kërkon që domethënë kjo është një presion në fakt i Afinës për ta marrur Çiprën për ta futur në NATO, por automatikisht domethënë është e pamundur pa dhënë lejen Turqia që të futet në NATO. Dhe kështu që bën manovra të tilla domethënë Greqia, por nuk duhet të harruar që Greqia sa herë që ka probleme të mbrëmshme domethënë në politikat e saj, në qeveritë e saj, ndjerën pretekste të tjera sepse duke pa dy forca domethënë të atë dhe ecjen prodhimtarinë, shpikjen, inovacionin e sektorit të armës, sektorit të mbrojtjes të Turqisë. Kjo duket domethënë si me qenë një kalamon 5 vjeç murraf me një çun 25 vjeç. Pra kjo është e pamundur, por
normalisht që aty edhe Europa, strategjia e Europës Macronit, pra mund ta frysim me vendet tjera të Bashkimit Evropian, të cilat duan kërkojnë që ta bëjnë Turqinë pak të parëndësishme, ku njëjtën kohë po flasim pra që të kemi një këmbë të fortë të ushtrisë europiane, normalisht në nëmbrellën e NATO-s, dhe kështu që pra ti nuk je shumë e rëndësishme për ne gjoja, por këta janë lojra strategjike të cilat janë ka probleme që na çojnë domethënë tek këto mendime, sepse si dihet ka probleme me Turqisë e pas dietura që 100 vjet, por jo se këto na çojnë në gjendje lufte me Turqinë, sepse nëse të bashkohet për shembull Kipra gjysma është greke, pra Turqia ka ushtrinë e vet atje, dhe Kipra, Izraeli dhe Greqia çfarë do t'i bëjnë domethënë Turqisë. Pra këto janë normalisht për geostrategji dhe për të ulur domethënë talet që për një të ardhme, domethënë të kenë domethënë sa më shumë pak influencë, pra Turqia të kenë sa më pak influencë për diplomacia turke, jo thjesht domethënë me qeverinë e Erdoganit, por 100 vitet e fundit dihet se sa e fortë është dhe sa ka arritur dhe sa mund të arrijë nëse mund të kemi konflikte të tjera, por këto konflikte unë i shoh të pamundshme sepse është NATO, edhe pse themi ne që NATO apo shumë në të kundërtën, tashmë një bazë e re në Bosforin e Turqisë, pra përprit domethënë kundra Rusisë, u themelua tani në këtë kohë që ne po flasim, domethënë pasi filloi lufta e 28 shkurtit e Amerikës kundra Iranit, pra është u themelua tani po emërohen edhe gjeneralet të cilat do të jetë automatikisht në komandën e Turqisë, por investimi 70% do të jetë i Amerikës. Pra NATO nuk po shpërbëhet dhe këto gjërat janë të për të ulur rëndësi, por diplomacia dhe gjashtosia e Turqisë në diplomaci, por edhe në qoftë edhe me marrëdhënie me Bashkimin Evropian, por edhe me NATO-n kanë qenë shumë të rëndësishme dhe nuk besoj që do të humbin kjo rëndësi. Sokor, diçka të fundit kam, si do ndikoj në sezonin turistik konfliktin në lindjen e mesme, se ju e thatë, vendet e gjirit, pasanikët e të tjerët janë mbathën nga Dubai, po në Turqi? Po në fakt kjo jo vetëm në Turqi, por edhe në Greqi, në Shqipër, në Greqi, në Turqi, sepse këto janë vendet NATO, vendet europiane të cilat ofrojnë siguri. Por me sa duket dita ditës kanë rënë, domethënë edhe marrja e biletave edhe për pushime, se tashmë fillon avash po fillon edhe vera këtu. Do të ketë një ndikim, dhe nëse nuk do të kemi pakte një paqe të përkohshme, sepse një paqe që në ndryshme nuk e shoh se do të arrijë mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit, por një paqe të përkohshme nëse do kemi, me sa duket ende shumë herët ndoshta, sepse dihet për rëndësimet e Trumpit, domethënë shkon një fuqi nafte, shkoi në $120, gati pastaj ra përsëri në 100, domethënë bëhet për rëndësimet dhe manevrat e Washingtonit dhe të vetë Trumpit, por gjithsesi do të kemi probleme dhe me sa duket do të kemi probleme, plus kësaj shtohet edhe mbyllja ngushticës të Bosforit, i cili aty dihet domethënë që karburanti për aviona, ku shumë linja ajrore, tashmë po flitet që në Europë po bëhen gati. Po, edhe kjo automatikisht do të rritet domethënë edhe çmimi i biletave dhe rritja e çmimeve aq kolosale normalisht që çdo kush mëson të shkojë te katuni vet aty te çat ketë aty në Lishana, në Luma, në Deta, në Gjafër, sepse do të rriten çmimet jashtë masit. Por të paktën deri tani nuk është se kemi një problem të madh, por dita ditës edhe kjo padituria se ku po shkon domethënë gjendja e luftës, me të vërtetë që mund ta çojnë në një shkallë jo të dëshirueshme nga ajo që pritet nga turizmi për në Turqi, por edhe për në Greqi. Lutem edhe diçka Sokol për vendet e Ballkanit, ka ndonjë zhvillim nga politika turke? Jo, për vendet e Ballkanit jo, duket si vend i sigurisë normalisht që në nëmbrellën e NATO-s nuk jemi, por ata problemet domethënë të Serbisë po merr ardh nga Nena, po merr nga Athena, po normalisht debatohen edhe këtu, por nuk është që i kanë krijuar një frikë, sepse dihet domethënë që edhe Serbia çfarë do të marrë, si do të marrë, nuk ka atë forcën më dhe është në bashkë është një metërkup i vogël në bashkën e madhe të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, pra nuk është se do të ketë një problem, por dihet domethënë që Serbia vazhdimisht domethënë për dekadash më radh vazhdimisht ka krijuar probleme, por tashmë nuk ka atë forcën më madhe pse bëhet domethënë i fortë gjëra duke marrë armë nga ana e këtij, sepse edhe forca e armëve dhe teknologjia e armëve të Rusisë, por edhe të
Kinës u pa, domethënë në Venezuela dhe në Iran, domethënë funksionimi i tyre apo forca e tyre le shumë për të dëshiruar, kështu që nuk besoj që ne shqiptarët duhet të kemi frikë nga kjo gjë. Dakor, unë të falenderoj shumë për bisedën. Jam i njohur shumë për gjithë analizën që ju ndat me shikuesit tanë. Është kënaqësi për mua, shumë ju falenderoj.